Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Unë Handicap Gju, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi ditës dhe ju. Sot jemi ditë e shtundë, është 9:31 janar për vitin 2026, duke ju uruar gjithëve një ditë edhe një fundjavë të mbarë me programin e mëngjesit edhe këtë të shtunë, patjetër, pra si çdo të shtunë do të qëndrojmë nga ky moment edhe deri në orën 9. Ditën e sotme do të kemi shumë mundësi edhe kohë për të biseduar së bashku për temën e ditës. Jo vetëm, por kemi rubrikat e përditshme, do të shohim titujt kryesor të gazetave, të gjitha të përditshme që na kanë mbritur në redaksi. Në fakt, sot jemi ditë e shtunë mbrin në redaksi edhe gazetat e përjavshme, letrare, kulturore apo edhe kushtrim brezash. Do të shohim zhvillimet në kohë reale nëpërmjet mediave online, komunikimit së bashku për temën e ditës e jo vetëm. Mirë, e nisim më njëherë pasqyrën e shtypit me gazetën Panorama. E theksoj edhe njëherë, jemi ditë e shtunë. Data eksaktësisht shënon për 30 janar për vitin 2026, ditë e fundit e këtij muaji që është shumë për ju, në fakt ndoshta është dukur edhe një muaj i gjatë. Kjo duke parë edhe rrjetet sociale. Mirë, zhvendosim me gazetën Panorama. Zhvillimi kryesor ka të bëjë me tunelin e Murrizit, apo le të themi me atë segment të rrugës së Arbrit. E kemi këto momente në ekran, do të shohim me detaje. Zhvillimi kryesor dhe më pas do të vijojmë me gjithçka pasqyrohet në faqen e parë. Kushtoi 450 milion euro vepra pa kolaudim. Ballukut i çahet edhe tuneli Murrizit. Rruga e Arbrit, tuneli Murrizit, vepra kryesore e rrugës së Arbrit dhe një nga projektet më të reklamuara infrastrukturore të qeverisë është inauguruar me muzikë, por pa përfunduar një nga procedurat më thelbësore ligjore, kolaudimi. Dokumentet zyrtare të siguruara nga BIRN tregojnë se tuneli është hapur për qarkullim pa u dorëzuar ende pranë ARSH-s, pra Autoritetit Rrugor Shqiptar, për ndjekjen e procedurave të kolaudimit, duke ngritur pikpyetje serioze mbi sigurinë publike. Sipas PD-s, ndërtimi i rrugës u kushtoi shqiptarëve 450 milionë euro. Në faqen 4 mund të lexoni edhe më tepër. Kërkesa, Spaku refuzon monitorimin nga Komisioni Xhafaj, bie ndesh me pavarësinë kushtetuese. Inspektimet e deputetëve, Bardhi deklaron sulm ndaj drejtësisë dhe Spakut, pra dhe strukturës posaçme antikorrupsion. Vijojmë me të tjera zhvillime nga aktualiteti, diskutimet, reforma e pensioneve në Këshillin e Punës, ndryshimet ligjore. Drejtoresha, performance dobët, Ina Bello largohet nga tatimet e Durrësit. Vijojmë në të tjera zhvillime, persekutimi, familja Tasti, 3 breza intelektualesh në dhunën e diktaturës. Kemi në këto momente, jemi ditë e shtunë, në fakt, në Panorama vjen suplementi Panorama Plus, që përmbledh zhvillimet nga bota e showbizit shqiptar në një javë. Elhaj Dadani i jep fund lidhjes me balerinin. Arsyeja, tradhëtia, divorci i Nedës dhe Ogrenit për një të tretë. Personazh, Arbana Osmani nis përgatitjet në krye të Ferma VIP. Duke mbetur tek i njëjti argument, Luana Vjollca braktis televizionin shkak sfida e biznesit ndërkombëtar. Opinionet e ditës së fundmit, dy janë do të pasqyrohen në faqen e parë. Nga Ekrem Spahiu mund të lexoni pse duhet të kemi një datë zyrtare për Republikën. Prej kohësh, është kërkuar me argumente të pakundërshtueshme që Republikës së Shqipërisë duhet i njihet një ditë zyrtare krijimi dhe kjo ditë të jetë data 30 janar 1925, kur Shqipëria u shpall Republikë për herë të parë. Keni mundësi ta lexoni më tepër këtë opinion. Dhe nga Valbona Zeneli, gjeometritë e reja të pushtetit global. Mirë, këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet në gazetën Panorama në numrin e ditës sotme, ose më mirë themi në numrin e fundjavës, sepse nesër gazetat janë pushim, thjesht nuk dalin në botim, por të rikthyer të hënën. Nga Panorama zhvendosemi me gazetën Tema, është e radhës, dhe do të shohim numrin e kësaj të shtunë. Patjetër do të pozicionojmë gazetën më së miri në ekran për të ndalur më konkretisht dhe për të parë edhe shkrimin që shoqëron. Alibia e humbjes, le të themi kjo është pyetja e shtrohet, alibia e humbjes. Pse PD nuk tregon si e do ndarjen territoriale? Diçka e rëndësishme, në fakt kemi edhe një komision reformës territoriale, ndarje territoriale momentalisht me 61 bashki.
Alibi e humbjes pse PD nuk tregon si e don ndarjen territoriale. Zhvendosemi në tjera zhvillime. Pezullimi dhe kërkesa për arrestimin e Ballukut, ministri i Drejtësisë deklaron GKK-ja te i kaloi kompetencat. Bëhet fjalë për Besfort Lamallarin, i cili dje pati një konferencë për shtyp. Baton Axhiu deklaron: "A merret shkëlzeni me drogë se unë te syri e kam marr pagën." Pra Baton Axhiu, a merret shkëlzeni me drogë se unë te syri e kam marr pagën. Dëshmia e Tirkës, aprovimin e zonja nga qyteti, na e dha veten Enver Hoxha, i cili erdhi vetë në premierën e shfaqjes në Korçë. Në 1974, në premierën e komedisë Zonja nga qyteti në Korçë, erdhi e pa edhe Enver Hoxha. Dhe pas shfaqjes, ai na tha: "Më tepër lexoni në faqet 10-11", është hapësira e rubrikës Histori Dosier. Belinda Balluku bën rekurs në gjykat të shpallen nul provat e nxjerra nga celulari i berberit. Antena brenda familjes, doktori kërkon mulit që të tërheqë ankesat për Albanën. Reklamonte rrobat fake pra të rreme në rrjetet sociale, arrestohet ish konkurrenti i Përputhen. Nga Merobaze mund të lexoni: bashkimi rreth Berishës e bën edhe PD-n edhe opozitën më të vogël. Pra bashkimi rreth Berishës, sipas Merobazes, botuesit të gazetës Tema, e bën edhe PD-n edhe opozitën më të vogël. Ka një nismë në fakt që partitë opozitare të gjitha pra të bashkëpunojnë. Nga Ylli Manjani mund të lexoni: "Të djathtët shqiptar të zhytur në luftë klasash", dhe nga Namir Lapardhaja mund të lexoni opinionin, komentin apo analizën e ditës me titull: "Gjyqtarja Irena Gjoka duhet mbrojtur nga shantazhi, nga krimi dhe nga subjektet penale." Përfunduam edhe gazetën Tema, e vjen pas në shtypit me gazetën Dita. Gazeta Dita është e radhës dhe ne do të fokusohemi konkretisht. Zhvillimi kryesor ka të bëjë me një nga pasuritë kombëtare, pra me naftën. Ne kemi gazetën në ekran, e kemi pozicionuar më së miri dhe e shohim më konkretisht. Pra, mega skem kriminale, nafta jon, parat e tyre. Skandali Bankers, zbulohet llogaria e fshet bankare në Austri. Si u zhvendosën parat jashtë vendit, përfshirja e Raiffeisen dhe disa pyetje të rënda shtetit për shifrën me 9-0. Nëse nuk zbartet as këtë herë, nëse nuk i shkojë deri në fund, nëse nga ky pëstim i rënd nuk vendosen rregullat qarta mbi të ardhurat nga pasuritë kombëtare, atëherë problemi nuk do të mbetet vetëm i së shkuarës. Më tepër lexoni në faqet 2 dhe 17. Operacionet e zemrës, çmimet e jashtëzakonshme dhe tregu privat brutal brenda QSOT-s. Gazetari i njohur publikon shifra të rëndësishme të kardiokirurgjisë. Ajo që po ndodh në sallat e spitaleve publike sfidon çdo standard mjekësor, etik dhe njerëzor. Deklarata: "Çfarë tha për Ballukun raportuesi i Parlamentit Evropian për Shqipërinë? A mund të vazhdojë kuvendit pengoj hetimin e zëvendës kryeministres dhe për sa kohë?" Mund të lexoni më tepër pra në faqet 8 dhe 9. Në fakt, në pritje jemi edhe një vendim i gjykatës kushtetuese, por edhe kuvendi po pret këtë vendim i gjykatës kushtetuese sepse nuk e ka mbledhur Këshillin e Mandateve. E ka shtyrë. Nga Artan Duka mund të lexoni: "Rokanisje në delir, hipnoza Blumavi". Jorgji Kote, diplomat, shkruan disa krahasime për Këshillin e Paqes, apo besoj mund të jetë fjala për nismën e presidentit amerikan për bordin e paqes. Rubrika e shëndetit: "Sa e rrezikshme është cereulida e gjetur në qumshtin Aptamil? Çfarë shkakton tek foshnjat kjo toksinë dhe pse u hoq nga tregu?" Rreshjet rrugët, parashikimi i motit për këtë fundjavë, mbyllje dhe shitje ligj i posaçëm për ndërmarrjet shtetërore. Kemi edhe dy zhvillime në pjesën fundore të gazetës Dita. Tjetër skandal: pikpyetje mbi sigurinë edhe në tunelin e Morizit në rrugën e Arbrit. Shfaqen plastaritje dhe depërtime të ujit është vënë në punë pa kolaudim. Debati kryeministrit në Divjak, kur e majta në thonjza, fjala e majta në thonjza, flet si një treg i lirë përballë fermerit,
që thjesht kërkon të mos e lënë vetëm, alibia e integrimit dhe pyetja retorike, a ka Shqipëria qeveri të majtë që mbron realisht prodhimin vendas, punën dhe dignitetin ekonomik të njerëzve të zakonshëm? Në faqet 4 dhe 5 është ky zhvillim dhe ka të bëjë në fakt me një takim ditën e djeshme të kryeministrit dhe të ministrave tjerë me fermerët në zonën e Divjakës dhe diskutimet apo dhe debatet që janë bërë. Përfundojmë edhe me gazetën Dita, ecim më tej, vjojmë pasyrën e shtypit, vjojmë programin shtypi ditës dhe ju do të ndalemi në gazetën Telegraf. Më pas do të kemi edhe gazetët javore, letrare, kulturore që na kanë mbritur nëpërmjet postës elektronike, pra nëpërmjet e-mailit, por jemi me gazetën Telegraf në këto momente. Zhvillimi kryesor është ky: Brukseli deklaron, pra nëpërmjet zyrtarëve të tij, opozita të heq dorë nga molotovët, Partia Socialiste të ulet në tryez dhe të mbështes pa kushte SPAK-un, pra strukturën e posaçme antikorrupsion. Paralajmërimi, raportuesi i Parlamentit Evropian për Shqipërinë Shqeder tha se vendi ynë duhet fuqizojë luftën kundër korrupsionit, duke theksuar se Brukseli mbështet punën e SPAK dhe kërkon që Partia Socialiste dhe institucionet e tjera ta mbështesin pa kushte atë. Arena politike duhet të bëjë të pamundurën që të ketë komunikimin e duhur për BE-n, SPAK-u nuk preket, reagon akademiku Neritan Ceka. Klasa politike shqiptare vjen nga Katundet, vetë Tirana, është një konglomerat katundesh, nuk ka programe dhe as ide. Shohim të tjera zhvillime. Kryeministri Rama, fermerët do të marrin 1 miliard euro mbështetje nga garancia sovrane. Ministri Malaj deklaron bujqësia është sektor prioritar. Ministri Malaj është ai i financave. Deputeti Këlliçi, në 10 shkurt të gjithë në shesh kjo katastrofë varfërie dhe plaçkitje sistematike nga qeveria nuk ka pse vazhdon. Masakra me arin e zi. SPAK, hetim të thelluar bunkersit, shpërthimet e naftës helmuan në ujin dhe tokat bujqësore dhe u bën shkak për tërmete. Zhvendosemi një tjetër zhvillim në morin e materialeve që pasqyrojnë faqen e parë të gazetës Telegraf. Prangosja e drejtësisë, në thonjze gjitha kjo, por prangosja e drejtësisë. KLG-ja është Këshilli Lartgjyqësor, ping-pong me përgjegjësitë, nuk pranon nisjen e verifikimit për gjyqtaren e dënuar Irena Gjoka, flasin avokatët Langozi, mafia dhe krimi organizuar më i fuqishëm brenda sistemit drejtësisë, Halimi, nga Eduard Halimi. Për ato bëhet fjalë ish ministri i drejtësisë, i cili thekson nga Republika e Prokurorëve tek Republika e Imuniteteve, një republikë kushtetuese, jo një banana apo jo një republikë banane, siç thuhet shpesh, as politika nuk duhet të sundojë mbi ligjin. Vijoj me dosjer dhe personalitete. Frank Shkreli, ish drejtori vojës për Euroazil, ndëroi jetë Pjetër Leka i Vezaj, qendrestar i lirisë dhe identitetit kombëtar, rrëfimi fotoproko, Stina larguan nga Rusia, burgosja dhe takimi pas 32 vitesh me vajzën dhe gruan që më dinin të vdekur. Ekskluzive, drejtori i CIA-s, Çekani i heshturit Trumpit. Speciale nga SBA-t me Beqir Sinën. Drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, ka rigjallëruar Agjencinë e Spionazhit në vitin e ardhmë të rikthimit të presidentit Trump. Ai është shfaqur si një çekan i heshtur në thonjza i presidentit amerikan dhe burimet theksojnë se drejtuesi i CIA-s ka bërë një vizitë në Venezuelë vetëm 12 ditë pas misionit të guximshëm, ku forcat amerikane kapën liderin e rrëzuar Nicolas Maduro. Si zyrtar i parë i nivelit kabinetit që viziton vendin që nga kapja, Ratcliffe është takuar me presidenten në detyrë Delcy Rodriguez. Ai hyn dhe përmbush misionin e presidentit. Pastaj zhduket në hije, shkruan Matthew Boyle. CIA ka adoptuar të njëjtën qasje, kështu që Trump meriton kredite për kthimin e CIA-s në një instrument të fuqisë. America first, thot ai, pra Amerika e para, thot ai. Ky ishte materiali special me Beqir Sinën, mund të lexoni më tepër patjetër pra në brendësi. Mjeku në familje jep se sulmet në zemër janë më të shpeshta në janar, 9 mënyra se si të pastroni helmet që ndodhen në organizëm. Kemi rubrikën Mozaik dhe aktualitet.
Profesor Zydi Teqja, uji i shiut nuk është mbetje urbane, pastrimi kanaleve si pas qeverisë dhe iluzioni i zgjidhjes. Sport Gen Stomori, ky kampionati superiores po bëhet i rrezikshëm. Agron Kaja, Skënderbeu mban Kreun nën presion, fondi i renditjes alarm. Profesor Dr. Kristaj Shkume, ekspert zgjedhor i Shkreu KQZ-s, sjell opinionin me titull Veprimi qytetar për demokraci funksionale. Nga avokat Artan Manushaqe mund të lexoni, gjyqe pa dëshmitar sot në Shqipëri janë vetëm 2. Përfunduam edhe me Telegraf, zhvendosemi këto mende, vjojmë pas një shtypit patjetër dhe do të zhvendosemi në Ex Libris, në një gazetë javore, letrare dhe kulturore që ne shohim çdo të shtunë. Na ka mbritur në redaksi si gjithmonë nëpërmjet postës elektronike, pra nëpërmjet emailit, e kemi në ekran edhe do të ndalemi më gjerësisht. Vijojmë me nga Bujar Hudhri vjen zhvillimi kryesor. Edhe në foto, në fakt, është një moment në 90 vjetorin e lindjes së artistit të shquar pra Ismail Kadare, skulptura që është vendosur tek Bar Juvenilia këtu në kryeqytet edhe botuesi Bujar Hudhri. Fjalët që nuk i thash dot në përurimin e statujës së Kadares tek Juvenilia. Shumë shkurtimisht një pasazh tek Juvenilia, në kafenen e preferuar të Kadares këtu në Tiranë, më 28 janar, ditën e 90 vjetorit të lindjes, u përuruan statuja e shkrimtarit. E gjithë ceremonia u drejtua nga një mjek i nderuar, i cili tani është edhe një mik i familjes Kadare. Ai e zbuloi statujën, mbajti fjalën e rastit, të cilën e mbylli me deklarimin se shkrimtari u paskësh lën amanetin, më mbroni kur të mos jem. Dhe të plot keni mundësi të lexoni në brendësi. Zhvendosemi me Recep Qosja për 90 vjetorin e lindjes së Kadares, po ashtu ka pasur shënime mbi libra. Çfarë ka dashur tot Shaban Sinani me librin studimor për prozën e Kadares nga Fatmir Terziu. Hidhemi më tej, Pasioni, u zhvendosëm pak shumë, zhvendosim pak gazetën për të parë dhe një tjetër zhvillim, po, Pasioni dhe dashuria për skulpturën Thoma i dhamën nga Suzana Varvarica Kuka. Letërsia në epokën e inteligjencës artificiale nga Ndue Ukaj, Liza Laska, arketipi i nënës shqiptare në sken dhe ndërgjegje nga Ilir Çumani vjen ky material. Rubrika Bibliotek me shkrime që i lexoni në brendësi. Alegoria e zvetnimit nga Josif Papagjoni, i njerëzishëm në mes të terrenit nga Fatbar Dhamursi. Jam musliman, fe, identitet dhe reflektim në letërsinë e Ben Blushit, një udhëtim midis besimit dhe vetdijes, shtëpia e poezisë e Enkelej Dakondi Masebuf. E zhvendosi pa gazetën edhe për 2 materialet të fundit, përvoja kolektive në pikturat e Adem Kastratit është një se nga Fatlum Meholli. Dhe së fundmi 2 fjalë për përkthimin e Budelier nga Primo Shlaku. Këto ishin gjitha zhvillimet në gazetën Ex Libris, një gazetë javore, letrare dhe kulturore që shohim çdo të shtunë me interes për gjithë pra art dashësit. Do të kemi mundësi që në këto momente të kalojmë pak në Gazetën Nacionale. Dhe Gazeta Nacional sot na nga mbritur nëpërmjet postës elektronike, për le të themi nëpërmjet emailit, është po ashtu një gazetë javore, letrare dhe kulturore e përditshme online ose online në çdo moment. Kështu që vijojmë edhe me Gazetën Nacional numrin e kësaj fundjave. E kemi në ekran, do të ndalemi në këto momente edhe më konkretisht. Dialekti geg i Shqipes, fillesa e gjuhëve të botës, nga Albert Vlash Nikola, Big Bangu gjuhësor. Nga profesor Dr. Luan Bërgjita mund të lexoni, zbulimi i rrallë në themelet e kishës të shekullit të 5 në Paleokastor. Vijoj me Maria Elena Ramirez, promovuese e paqes dhe botuese kulturore nga Venezuela. Kalojmë në rubrikën e editorialeve, ka disa shkrime dhe qëndrime që pasqyrohen si editoriale. Nga Flamur Buçpapa i mund të lexoni, letërsia që u lidh me Partinë e Punës dhe Nobeli që u varros, nga Rudolf Marku, turpi i heqjes nga kurorëzimi i poezisë, tregimit dhe letërsisë për fëmijë. Agron Dalipa e shkruan humbje e sovranitetit gjuhësor, kur Shqipëria të zgjohet nga Hamdi Hysaka. Vijoj me doktor Muj Buçpapa, i flet për revistën prestigjioze Bayraktar Media dhe gazetën e njohur 525 CI Qazet në Azerbajxhan. Një dialog akademik me profesoresh Terane Turan
Rehmili, mund ta lexoni në brendësi. Vjoj mem në brendësi, po ashtu proz, poezi edhe tregime, dhe shumë shkurtimisht me 2-3 materiale të fundit nëse zhvendosim pa gazetën me ndihmën e kolegëve në regji, bashkëbisedimi poetes amerikane Kim Dower me shkrimtaren Erika Jong për shtypje për librin Eleganca e lotëve të shkrimtares Iris Halili. Peticioni i komunitetit letrar shqiptar dorëzohet zyrtarisht në Ministrinë e Kulturës edhe me një numër protokolli 843 ka restisur numri protokollit. Mirë, kjo ishte edhe Gazeta Nacional, numri kësaj fundjave në këtë gazetë javore letrare dhe kulturore. Kalojmë në kushtrim brezash në këto momente, që është botimi i organizatës të veteranëve dhe pastardhësve të lanç të popullit shqiptar në deri kombit. E kemi në ekran dhe fokusohemi më konkretisht pari me zhvillimin kryesor që vjen nga profesor Bardosh Gaçe. Shqipëria zë një nga vendet e para në botë për sakrificat dhe dëmet njerëzore e materiale në vitet e lançit, pra në vitet e luftës antifashiste nacional çlirimtare. Aktualitet, u mblodh kryesia e Komitetit Kombëtar të OVP të lançit. Detyra kryesore, forcimi i unitetit dhe kujdesi prej provokatorëve, shpifësve dhe denigruesve të lançit. Okej, vëzhgim, shpifjet, fyrjet dhe presionet e zotit Bashkim Koçi do të marrin përgjigjen e merituar. Ka në fakt edhe përplasje le të themi në organizatën e lançit e tjerë, po lexoj faqen e parë, ka diskutime zjen diçka me dhe që kemi parë edhe në rrjetet sociale, ka pasur një reagim edhe nga ish deputeti Petro Koçi, por unë po shoh pra për këtij opinioni shumë të shkurtër, për këtij komenti shumë të shkurtër në lidhje me se çfarë po ndodh, që po lexoj pra çfarë pasuriot faqen e parë kushtrim brezash. Vjojmë me analiza në OVP Bashkia Berat, viti 2025 mbyllet me 32 pranime të reja. Një tjetër analizë, Gjirokastër, analizë vjetore e Komitetit OVP të lançit janar-dhjetor 2025, Vlorë festohet me madhështi 82 vjetori brigadës të 5 sulmuese, Kuçov, analizë e punës për vitin 2025, Aktualitet, përkujtohet me madhështi 82 vjetori brigadës të 6 sulmuese heroinë e popullit dhe histori me rastin e 82 vjetorit, grupi 3 partizani Skraparit dhe beteja e tendës të Qypit. Ishin këto gjitha zhvillimet nga gazetën Kushtrim brezash, e theksoj edhe njerë botimin e organizatës të veteranëve dhe pastardhësve të lanç të popullit shqiptar, që ka dhe titullin Nder i kombit. Zhvendosemi në Panorama Sport e më pas do t'jemi me mediat online. Por, gjejmë dhe marrim zhvillimet sportive, jo thjesht të ditës sport fundjavës. Zakonisht në fakt është një guid me ndeshjet që luhen sot dhe nesër, pra këtë të shtunë dhe të diel. Provokon Kërnaja, që është trajneri Partizanit, ka deklaruar Elbasani jo rangu ynë. Në prag të ndeshjes mes të kuqve dhe verde bluve, thumbon trajneri Gvozdenovic, që është trajneri Elbasanit, deklaron Partizani i fort, por në luajnë për fitore. Kategoria superiore, java 22, ndeshjet luhen 30 janar dhe një shkurt, pra sot dhe nesër. Dhe sot kemi këto sfida. Vora flamurtari Partizani Elbasani Dinamo Bylis, nesër Teuta Vllaznia Egnatia Tirana. Kalojmë tek legionarët mes fushori, Kristian Aslani pushton Stambollin, pra një Kristian për Beshiktashin. Lojtari kombëtar zgjedh skuadrën turke që të ketë vendin e garantuar në sfidat e Marsit. Borxh me të drejtë blerje për shqiptarin. Analiza nga Besnik Dizdari, 60.000 shikues tek Schalke 04, 18.000 në 15 ndeshje të superiores. Okej, një krahasim. Në fakt, Dinamo Bylis, blut federojnë Malomon ballshotët me disa mungesa, Vora flamurtari, Kastalla beson tek triumfi kuqezint, rrezikojnë fundin e renditjes, Teuta Vllaznia, Koto Belli Sinjarën Plus, Kevin Dodaj zyrtarisht Shkodran rikthehet, Egnatia Tirana kampionët afrojnë Rodriguezin bardhë blut për surprizën, kategoria parë Skënderbeu konsolidon Kreun, Laçi dhe Pogradeci në ndjekje.
Për javën e 20 kategorisë parë, Dia Skënderbeu ka mundur Kastriotin 2-1, sot luan Laçi Luftëtari, Kuksi Besa, Pogradeci Korabi, Iliria, Polonia të dielën pra nesër Lushnja Burreli. Australian Open 2026, dy ndeshje epike, Alcaraz e Djokovic janë në finalen e madhe të këtij turneu Grand Slam. Së fundmi vijoi me Champions League, Reali ritakon Benficën, derbi për Paris Saint-Germain. Italianet Interi përshkon Bodo Glimtin në Champions League në fazën e play-offit, zonja e vjetër në ferrin turk, pra Galatasaray Juventus. Në Serie A, Milani parakalon Juven, Mateta gati të vishet kuqezi. Këto ishin gjitha zhvillimet edhe në Panorama Sport, numri kësaj të shtune, ose le të themi numri kësaj të shtune dhe të diele, pra numri fundjavës. Vjojmë në këto momente me mediat online, duke nisur së pari me shqiptare.com, që është faqe zyrtare në internet. Do të kemi mundësi të shohim disa nga zhvillimet më të fundit, jemi me kryertikullin. Në shqiptare.com mund të klikoni çdo moment dhe informoni mbi gjithçka. Së pari, zhvillimi kryesor ka të bëjë me dosja Epstein, sekretet e para, sëmundja e Bill Gates pas marrëdhënieve intime me vajza ruse, publikohen 3 milion faqe të reja. Në foto janë Jeffrey Epstein dhe Bill Gates. Vijoj me editorial nga Carlo Bolino, ndryshimet në kod nuk i shpëtojnë shpifësit profesionist nga gjyqet penale. Mund të lexoni në brendësi. Kronik, KLG-ja, pra Këshilli Largjësor, nuk e pranon dosjen e Irena Gjokës, nuk na takon neve, ende pa një vendim kush vendos për gjyqtaren e GKK-s propozimi të kaloj në ILD, pra në Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë. Ekonomi, sistemi ngec, bizneset përsëri probleme me self-care, faturat e kaluara nuk në shfaqen në platformë. Këto ishin disa nga zhvillimet në shqiptarja.com. Kalojmë pak me kohën ditore. Shumë shkurtimisht disa zhvillime nga Kosova, lajm i fundit atje ka të bëjë me faktin që për zgjedhjet e vitit 2025, ato të 28 vjetorit vitit kaluar, ka përfunduar rinumërimi, edhe KQZ-ja fton mbledhje për të shpallur nesër pra sot rezultatet përfundimtare dhe rreth 200 të dyshuar për falsifikim rezultati paralajmërojnë hetime edhe ndaj kandidatëve për deputet. Albin Kurti nuk e garanton Vjosa Osmanit mbështetjen për një mandat të dytë. Partitë të pavendosura rreth votës për kandidatin e listës serbe për nënkretar kuvendi, Ramosaj nuk pret lajme të reja nga kuvendi i LDK-s. Sot mos gaboj 31 janar zhvillohet kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe do të shihet se çfarë do të vendoset edhe për kryetarin Lumir Abdigjiku. Nga koha ditore, shumë shkurtimisht vjoj me Corriere della Sera, do të marrim zhvillimet në arenën ndërkombëtare, media prestigjioze italiane, por që patjetër pra gjejmë gjithçka ndodh në arenën ndërkombëtare. Patjetër ato zhvillimet kryesore. Miliona dokumente, ky zhvillim kryesor, dosja Epstein, ose ato fajlet e Jeffrey Epstein. Donald Trump është cituar në ato dokumente fajle, është cituar 3200 herë dhe sëmundje pra e Bill Gatesit, dhe nga ana tjetër edhe një email i Elon Musk, i cili pra pyet që kur është festa jote. Disa zhvillime që kanë bëjnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, armpushimi i të ftohtit apo armpushimi i akullit, dhe kemi kaluar tek situata në Ukrainë. Vetë ukrainasit në fakt nuk i zën bes ose nuk besojnë cili është objektivi Zelenskit, që të mos i natos apo që të mos i irritoj presidentin amerikan Donald Trump. Nga ana tjetër, Putin duket sikur ka bërë me dije që kemi ndaluar sulmet, por vetëm deri të dielën, e jo një javë të plot, siç është folur që do të ishte ky armpushimi i të ftohtit pra në Ukrainë. Mirë, përfunduam edhe Corriere della Sera dhe mbi gjitha përfunduam gjithë pasurinë e shtypit për sot. Pam gjithçka në fakt si çdo të shtunë me shtypin e shkruar, gazetat e përjavshme që nga mbërritur në redaksi dhe zhvillimet kryesore në mediat online për lajmet e fundit. Jemi në studio, njësë me njërë komunikimin së bashku për mëngjesin e kësaj shtune, edhe njërë e theksoj, për gjithë dhe që duan të bëjmë pjesë e programit, sot kemi më shumë kohë në dispozicion për ndarë mendimet për temën e ditës, e jo vetëm. Staj për këtë temës e ditës, edhe sot do diskutojmë ato ndryshime
në kodin penal. Në fakt, ku emërusin e përbashkët për disa vepra për shkel e ligjit, duket sikur kanë edhe burgun nga zjarret tek ndërtimet pa leje, parkimi dysh, pra është zgjidhje burgu. Kjo ka të bëjë edhe me sistemin e drejtësisë, por mund të diskutojmë të marrim mendime patjetër edhe për çështje të tjera të aktualitetit dhe për çfarë keni dëshirë që të bisedojmë së bashku. Mirëmëngjes, të urdhëroni, marrim telefonatën e parë në 069 63 649. Bëuni pjesë e programit, me mira besoj ashtu është, si zakonisht dhe si çdo ditë, me zë dhe me figurë. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni, mirëmëngjes, mirëmëngjes, uleni pak zërin televizorit, komunikojmë vetëm nëpërmjet telefonit dhe besoj jemi në rregull. Ju dëgjoj. Përshëndetje, Andi. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë Andela Tirana, se këtë nga Gjirokastra shkohot, po ko e bukur shumë. Po ngele duke ankuar, të paktën sot mirë që u ankove vetëm për motin, jo për ndonjë gjë tjetër. Apo do ta bësh tani atë? Se bësh ka. Ju jeni gazetari dhe nëse ankesat e mia i merrni për ankesa personale, kjo sikur nuk ka ale udhi themi ne këtë. Ankesat e mia, unë ta kam thënë Andi, të lutem. Të lutem, për shkak të miqësisë që kemi, a lejohet që të bëjmë edhe ndonjë batut, domethënë, se ne për këtë punë jemi për marrë ankesën e qytetarëve. Është kryesorja është gjithçka për të hequr vëmendjen na stresi, se batutat janë ato që të largojnë na stresi dhe të krijojnë të qeshura. Edhe unë batutat mundojmë t'i bëjmë ata që janë miq më të mirë të programit, kështu që të dëgjoj. Po më thuaj. Për temën e ditës, do thoshja. Mua nuk më ka pëlqyer fare këto ndryshime në kodin rrugor. Penal, rrugorit, po? Sepse ka qenë një fjale e urtë e fleqme që thoshin që Selani këta të pjetë, si që ka qenë ashtu do jetë. Edhe këtu, pavarësisht se u vënë këto rregullat e reja të parkimit dysh apo tjera e të tjera. E di kush e hanë këtë mes? Kush? Shokët e mi, që jemi në 70 vjeç dhe jemi të patentës të vitit 78 që e ka marrë unë. Dhe të tjerët, jo, rrugacin as hi në burg, as e dënon njeri, as e bën njeri, janë selektive këto. Të dënuarit janë të programuar. Targatime mund të dënohet në Tiranë dhe pa qenë fare, vetëm të nxjerrësh, si që dalin këto që të bërë kjo gjobat e makinave të bërë si kjo telefonatave e dishekve që të merë, je i përzgjedhur të thotë. Edhe tu përzgjedhur. Okej. Mirë, ke diçka tjetër? Kam shumë diçka tjetër. Ma thuaj. Do ta bëj pjesë ti dhe gazetari të Gjirokastrës të Report TV-s. Ma thuaj. E kam pjesë konkrete. Ju lutem, a keni të thoni në diçka ka 2 vjet rruga e Virojit që nuk mbaron? Po? Punon një traktor dhe një punëtor. Dhe ka 2 vjet që nuk mbaron në Gjirokastër. E para. Dje kishim një funeral këtu në Mashkullor dhe kryetari bashkisë e pa me se si rruga për 30 tombino, rruga bllokohet 3 kilometra. Ju kuptoj. E ka bërë thirrje gjithmonë dhe duhet t'ja bëj thirrje dhe të më dëgjoj, po të doj le të më komunikoj dhe po të doj le të vi të ballafaqohet, jam gati të ballafaqohem me gjithë njerëzit që unë kritikoj dhe bëj. Dakor, mirë zotërit, falenderoj. Falenderoj të përshëndes për telefonatën. Me kolegun në fakt kemi trajtuar edhe këtë çështje në rrugës të Virojit që tha zotëria dhe problematika të tjera dhe do t'i mbajmë në vëmendje patjetër. Mirëmëngjes, të urdhëroni, përshëndetje. Përshëndetje, ju lutem ulini pak zërin e televizorit, komunikojmë vetëm nëpërmjet telefonit. Madje me video call do të ishte edhe më mirë. Përshëndetje. Mirëmëngjes, ju lutem, uleni zërin e televizorit, ju lutem. Sepse nuk kuptohemi, nuk merremi dot vesh. Okej, ra edhe linja. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje.
Mirëmëngjes, urdhëroni, mund të flisni, sepse jeni në komunikim, ndryshe unë basim kohën. Përshëndetje. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Mirë, të lutem, afro pak në telefon, ngrije pak zërin. Desha të flasim për këto. Ju dëgjoj, ju lutem, mund të flisni. Desha të flasim për këtë. Për kë? Po, më falë, po. Zonjë, më thuaj, të lutem. A jemi në komunikim, unë ju dëgjoj. Edhe ju besoj më dëgjoni, mund të flisni. Po. Çfarë ka? Të ishim një, për ta praktikant, unë do të flasë për të Sali Berishën. Po? Nuk qënë, po. Ju dëgjoj. Veta janë kriminal, veta hajdut, veta vrasës, veta hajdut të kriminale vrasës, edhe i ban ata tjerë, gjithë i ban kriminale hajdut të vrasës në shtaj vete, ka shkatru shqipnin, e ka vra, e ka dhjo, edhe ban hajduta ban Belena Ballukun, ban hajdute, e dirakën, Mirë, të lutem, të falenderoj, nuk e di, por nuk po dëgjojmë mirë, nuk e kuptoj se çfarë ka. Të falenderoj, të përshëndes, të kërkoj ndjes, por nuk po dëgjojmë, nuk po kuptojmë mirë. Urdhëroni përshëndetje, marrim një tjetër bisedë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vjen në program, të uroj fundjavë të mbar. Të faleminderit. Po? Dëgjoj, unë sot do flasë çik vetëm për drejtësinë. Tashi për drejtësinë më kam folur e disa herë para. Po? Po bëj ca kohë tani që nuk të kam kap dot edhe me ju dëgjoj. Pa të kap. Këtu jam unë, në një moment apo në një tjetër do më kapësh, këtu jam. Unë të shikoj me kënaqësi, unë vëndja për ditë. Po. Po flas për të bizetuar. Tashi sa i përket drejtësisë në vendin tonë. Jemi shumë të shqetësuar ne si albanes, si shqiptarë. Se nuk kemi mësuar me këto dengla të mëdhaja që po ben tek ne. Po? Po si më kjo drejtësia jonë o buri dheu, qa bet këshu o buri dheu? Po si e prit na drejtësia e vjetër zberi gje. Prit na kjo me e reja, më keqin ajo e vjetra. Po? Po se nuk marri një masë morë buri dheu të di populli që kemi drejtësinë në Albani, në Shqipëri. Andi, do përgjirojemi për të tërë dhe unë isha dakord që drejtësia e re t'i nxirë të themelin. Të gjithë hajdutëve kriminalëve në Shqipëri. Me këte nuk jam dakord fare, që janë qepur Ballukut, ju qepër në gjyshit, ju qepaj sistem qapati, kupati, tash janë qepur Ballukut. Unë mendoj dhe them këte, dhe ta them me përgjithësi, them dhe Edi Ramës. Nëse është nevoja për atë drejtësinë e re që ne votuam, mos ka dorëzoj Ballukun, se do vi radha, do dorëzohet edhe vetë, do dorëzohet të gjithë shokët e tia, se ata janë kriminell atje që po drejtojnë atë spakun atje. Dhe nuk nuk u thonë dja po e ashtu si e meritojnë. Dhe them këte që të kërkojnë ndihmë edhe nga ne, ashtu si e kërkojnë PD-ja, që vete atje dhe nxjerr ujë të zi atje për protestuesit. Dhe nxjerr atje nga policia nga. Ç'është ky shtet më? Ç'është ky shtet më? Ta dorëzoj më Edi Rama atikin. Ik më se në nxorën në nxirë faqe në nxirë. Mirë, faleminderit. Qepur kupton një femre si kur ka bërë nami ka bërë. Dakor, falenderoj, të lutem. Ato mendoja. Pra hatër të gjyshit dhe ju kuptova, të lutem. Komunizmi e ndëshkojnë me pushkatim, ata diku të mershin për dënimin që do merte, po jo ta diskritoni në të mënyrë një grua të vetë në bërë. Të falenderoj, të përshëndes për telefonatën. Zotëria që telefonon nga Shkodra më shkruan në faks, të dje përmëndi diçka për një ndryshim në kodin penal, edhe nuk i ndahet, më ka shkruar e sot, s'ti keni ndjetot, mirë mëgjes, e lexove, thot, nenin e rritë kodit për organizimin e udhëtimeve seksuale, thot, a pata të drejtë.
Dhe, unë e gjeta në fakt, edhe me atë po kërkoja, mendimin e regjisë e shohim pak në ekran, nuk di duke lexuar fort shumë, nuk është se e kuptoj, por ju lutem mendimin e regjisë ta shohim edhe në ekran, sepse e kemi këtë mundësi. Madere, neni 11 në kodin e ri penal, dhe thuhet pas nenit 108 fraksion A, shtohet neni 108 fraksion B, me këtë përmbajtje. Neni 108 fraksion B, ka të bëj organizimi i udhëtimeve për qëllime seksuale. Organizimi i udhëtimeve për të tjerë, për kundrejt shpërblimit apo jo me qëllim kryerjen e ndonjë prej veprave penale të parashikuara në këtë seksion ose nenet 114 fraksion A apo fraksion 1 dhe 117, pavarësisht parashikimeve ligjore përkatëse në vendin për ku organizohet udhëtimi, dënohet me burgim nga 2 deri në 6 vjet. Nëse kjo veprimtari kryhet nga një person juridik, gjykata krahas dënimeve tjera për të vendosur edhe mbarimin e personit juridik. Ndoshta duhet të shkojmë edhe tek nenën 114 e tjerë, por kjo është edhe duke mos pasur shumë kohë, kjo është pra neni 108 fraksion B i kodit të ri penal, organizimi i udhëtimeve për qëllime seksuale. Mirë, dakord, në këto momente do të absolutisht me programin do të jemi deri në orën 9 mëngjesit, do të kemi shumë kohë më njëherë pas pak për të vjuar bisedimin së bashku, telefononi bëni pjesë të programit edhe me video call. Komunikimin së bashku vjojmë me programin në shtypi ditës dhe ju për ndryshimet në kodin penal, në fakt ato që janë miratuar disa kryesore apo dhe disa të tjera që ndoshta të rreqin vëmendje siç ishte udhëtime seksuale etj. Përshëndetje, mirëmëngjes, por ka një ashpërsim në fakt duke si përbashkët është burg dhe me gjithë ka një ashpërsim për zjarrvënien, sepse kemi prekur këto çështjet në rëndësishme, besoj gjithë mbani mend në një farë mënyrë për çfarë hoqëm verën e kaluar për ndryshimet pa leje, deri në një vit burg edhe për këtë parkimin ndysh të ato mjeteve që janë si çështjet më kryesore. Urdhëroni përshëndetje, por bisedën e bëjmë edhe shumë më gjerë se kaq. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, afroni pak telefon, ngrini pak zërin, ju lutem. Ule pak zërin e televizorit, të lutem, ule pak zërin e televizorit. Po. Ju dëgjoj. Më dëgjoj. Ju dëgjoj mjaft mirë, uleni zërin e televizorit edhe ju dëgjojnë nëpërmjet telefonit. Po më thuaj. Më thuaj, zotëri, të lutem. Jem rregull tani. Më besoj po, më thuaj. Për sa i përket temës ditës, të ndërtimet pa leje, tani fajin e ka pas, dhe ka qeveria, arsyet, kur bën procese demokratike, në Tiranë, po marrën ne që e njohim që jetojmë këtu, mblodhën që nga Vermoshi Denko Nispol. Mirë që erdhën. Po qa vendi zupë, kush va tokën, kundërtuar. Do të thotë që i lejuan të ndërtojnë atje ku deshin ata. Okej, tani edhe për ndërtimet pa leje, edhe për shtesa e tjera mund të rrezikosh edhe burgun. Si e gjykon? Tani për ndërtimet pa leje është e qartë se kur ti nuk e ndërgjegjësuar për kaq vite, se ku duhet ndërtuar dhe ku s'duhet ndërtuar, atëherë se ndërton pa leje. Se ndërton pa leje. Po burg të vesh. Dakord, diçka tjetër? Mjetë riedukimi është edhe ai zotëri. E dyta, për sa i përket drejtësisë. Po? Ore drejtësia e dakord. Se të tërë kodroj kanë qenë, janë dhe pensionistë dhe marri vesh edhe nga problemet e drejtësisë e tjetër. Atëherë po vi më shkurt. Po? Çfarë ka bërë drejtësia që nga 91 dhe deri më sot, duke i pasur të gjitha të dhenat. Pra ju thoni Sali Berishën, cilat dhena? Të dhenat për vrasje, 1 minutë, për vrasje, për ndërtimet pa leje, për agenturën që Sali Berisha e dyti zotëri që është i reportuar që në 70 të ishin nga agentura serbe dhe ruse. Dhe në qoftë do me ditë, ka dorë edhe në eliminimin e Shnikapos në 79 në Paris e tjera. Atëherë,
vim më afër. Sa vrasje janë bërë? E vërit që helmoshin këtu dhe vini barit Italis. Atje vdisni. Kush i qoj? Kena gërmas pashka. Sa të gjulalit. Zotrim, të kuptoj. Të lutem, me këtë ritëm bisedën mund shkojmë edhe deri në orën 9. Për ta përfunduar. Po. Okej, për ta përfunduar. Mirë, më falë, për ta përfunduar dhe 3 sekonda. Atëre, qarë, dihen këto 1 janari e gërdesja tjera, qa ma se ka marë për Sali Berishin? Që jo në burg. Po, duhet ishe kalë për fare, për më katet që ka berej këti të vendit. Të ta bëj pak pyetjen kështu për ta mbyllur. Çfarë duhet të bëj, të lutem, çfarë duhet të bëj drejt? Atëre drejtësia, ja, qa duhet bëj drejtësia duhet ta filloj nga koka, jo nga kemët. Okej, dakord, falenderoj atëre. Jo nga Belinda, Belinda ka vjedo që ta dish edhe ti, e di shumë mirë, ka vjedo, duhet dënuar, po dënuar nga fillimi, filloj nga koka, dakord, falenderoj. Je nderuar dhe respektuar. Mirë, të lutem. Të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, të përshëndes. Ju lutem pak më shpejt, pak më meritëm mendimi dhe në opinioni, sepse ndryshe me një bisedë nuk mund të shkojmë deri në orën 9. Mirëmëngjes, përshëndetje, se nuk dua të letemi në një farë mënyrë t'ju ndërhyj apo edhe t'ju. Po në gjë zhurmë. Mirëmëngjes, përshëndetje, ju lutem, telefononi me video call, bëni pjesë të programit me video call. Ne çdo ditë marrim 10 telefonata të tilla. Bëni thirrjen me video call në aplikacionin WhatsApp, në atë numrin që keni lart me jeshile dhe me fushën e bardhë dhe tek opsioni me video. Të dëgjoj, më thuaj. Po, desha të flas diçka lidhe me temen. Patjetër. Dhe që ka të bëjë sidomos me korrupsionin dhe krimin. Më thuaj. Spari, jam nga ata që jem shtes pafundësisht punën e Spakut. Edhe për t'i dhënë të gjitha lirit e të drejtat. Normalisht që gjithçka ka nevojë për përmirësim. Për sa i përket luftës të korrupsionit, ku lind edhe krimi i organizuar pastaj, korrupsioni nuk mund të luftohet vetëm nga maja e piramidës. Korrupsioni luftohet aty ku lind. Me këtë duhet të them, së pari duhet të forcohet auditi i brendshëm, që nuk nëgjohet kurkun në Shqipni. Unë jam ekonomist, për fat të mirë, kam punu një kohë shumë të gjatë në institucionet të kontrol revizionit ekonomik financiare, edhe para 90-ës edhe mas 90-ës, por në qoftë se duhet të luftohet korrupsionit, të krijohen strukturat të specializuara të kontrollit të brendshëm, që nga baza deri te drejtoritë qendrore, dikasteret e në kryeministri. Të krijohen dhe të funksionojnë këto, të jepen kompetenca dhe të kërkohet përgjegjësi. Ku është dikur ka qenë, në kohën e Fatos Nonës ka qenë një strukturë e posaçme kundër për luftën ndaj korrupsionit në kryeministri. Pse nuk funksionon? Po. Dakor. Mirë, diçka tjetër të lutem, diçka tjetër se nuk di, po na fut në ca ujëra të dëgjoj edhe është mendimi juaj, por që për të ardhur më aktualisht, prandaj po të them. Diçka tjetër shumë shkurtimisht. Aktualisht, dakord, aktualisht. Për sa i përket, kam mendim në lidhje me Spakun dhe strukturat e tjera të larta atje. Po? Së pari, Spakut dhe strukturave tjera atje duhet të plotësohet organika me punojësit, se nuk luftohet korrupsioni me aq punojës sa ka Spaku sot. Tjetër? Tjetër, për sa i përket përgjegjësisë. Në para 20 e sa vitesh kur jam larguar 4.000 polic. Maksimumi 4.500 polic ka pas shteti jonë. Sot janë mbi 12.000. Dhe kur bëhen 12.000, pse nuk plotësohen edhe strukturat e larta
që ngarkohen me përgjithësi, edhe gjykatat që janë bërë me 12.000 sa dosjer. Mirë, zotëri, dakor. Të falenderoj për telefonatën, të lutem, të përshëndes, të falenderoj. Marrim tjetër opinion, kemi një komunikim e zëdhe me figurë. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Të përshëndes edhe unë, të uroj një fundjavë të mbarë. Më thuaj, nëse ke diçka për temën e ditës, apo diçka tjetër. Për talë për temën e ditë, shatë duash edhe për tjera bokë, por nuk o koha me aftuashme për me folë, me gjitha tonë po flasë shatë mund shpejt. Më thuaj. Për shajt ako këtë në ligje që kanë fut në kodin penal, për mua për punën e zjarëve, do të shpërsohet ligji maksimal. Sepse u dojtë veni edhe shkatrohen njerëzit e pyet e shpenzime shteti, e thashëm the, kjo ligji do është shpërstuar ligji. Që është shpërstuar me 2-3 vite burg, me 6 vite. Kush u fut në burg dhejta shkë? Asi njeri që u fut në burg dhejta. Ma mirë pastaj, okej, ka pasur dhe referime, ka pasur edhe arestime për zvërtetës, pastaj më pas që është organet e drejtësisë i kanë pushuar, kanë hetuar gjënjët lira. Për shajta konvertimeve pa leje, popullin e la pa shpia, la pa katëndi, i dytëron me shku me dhe palatin me 4-500.000 lekën muj qira, në t'i bojnë për nërë që t'doni, thotë, se bashkë që të thamun, ose dhe do të nxjerë me roba për jashta, janë njerëzit piktalli, se s'le me ndërtu i kolib me fut kokën. Kjo unë nuk e di se ka kështet shumë të politikë. Në një farë mënyre, në një rrëst për bashkët, është zgjidhje burgu për çdo shkelje, se paga shumë diku këtu shkojmë. Jo, nuk është për çdo shkelje, nuk ka burgu, por se edhe për parkimin dysh deri në një vit burg, kështu që prandaj them që... Po jo më shokujmë se do hynë 5 minuta me mori paket qingare, fut makinën dysh e me fut në burg. Jo mërë burg është pa drejta, nuk në hynë punë ajo, ne në hynë punë. Nuk në hynë punë shumë ajo më lajnë, se bën parkim dysh. Ne në hynë punë vrasjet, ferjet, shkëndërim ekonomisë, ushqimet e pak kontrollora me herbicide, me hormone, ato në hynë punë. Mirë zotrit, të falenderoj për telefonatën, edhe më vjen mirë që sot për herë të parë na u bëre pjesë të programit kështu me zë dhe me figurë. Të përshëndes, ecim me një tjetër opinion. Faleminderit. Faleminderit përshëndetje, vjojmë një tjetër bisedë, bëni pjesë të programit në 069 60 13 649. Këtë numër në regjistroni në aplikacionin WhatsApp. Besoj tashmë gjithë keni një telefon të tillë, si dëshironi, shtypi ditës dhe jure për të vëtir e tjerë, dhe kur të shkoni atje në aplikacionin WhatsApp, të ky numër me emrin që e keni regjistruar, le të themi bëjeni thirrjen apo birini me video, me ato video call, jo me kështu voice call, jo me zë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni. Si keni një? Mirëmëngjes, përshëndes, në përgjithësi mirë, më thuaj. Fjala burg para 12 vjeç ishte krye fjalë e kësaj qeveri dhe edhe pse e hidhur për një pjesë qytetarësh, kisha me thonë se as kënë kohë mjaftueshme me vure e rezultatin. 12 vjet burg. E them këtë sepse në përgjithësi, përveç se në Shqipëri, burgun ta jep gjykata, ta jep prokuroria, ta japin institucionet e drejtësisë. Po, patjetër. Kurse në Shqipëri propozojnë dhe arrestojnë qeveria. Një qytetari thjesht, nëse do ishte duke... Okej, qeveria ka votat që ta kaloj në kuvent. Sepse ligjet miratojnë në kuvent, në një farë mënyrë, edhe ndryshimi i kodit penal e tjerë. Okej, ta morën 83 vota, i bën 85, edhe dakord, por logjikisht në kuvent votojnë ndryshimin e ligjeve. A mundum? Po patjetër, po thjesht tash diçka, mos ta devijoj. Nuk po e devijoj. Ja, dakord. Po shpjegoj si e ndjej vet. Duke pas parasysh se gjoja jemi parlamentare, ta parlamentin e kanë, i venosin vet, i vullosin vet dhe i zbatojnë vet.
Ka votat më, këtë po të temë, shkoj me 83 vota, po me 85. Edhe mund të quhet edhe ligji qeverisë, jo thjesht i parlamentit. Se nuk dua të bezdis, po ka votat më, mirë keq shkoj aq. Jo marr, a mundëm, nëse desa... Pa tjetër më shumë mundës, po nuk po të temë në i gjithë tjash zakonshme. Aja si do të thoja, nëse një luft e madhe, do t'ishte gjithmonë nga qeveritarët, nga drejtuesit, që të arrestohen drejtuesit, të arrestohet modeli i vjedhjes, të arrestohet modeli që na paraqitet ne as 12 vjet. Tu fillu nga kryeministri dhe dete më i vogli, janë përfolur për hajnina dhe janë shumë narrativ dhe kur vjen puna, jemi ne vetë, po flas qeveria, nuk kemi ftyrë na me fol për qytetarët kur jemi modeli që drejtojmë, modeli që qeverisim, jemi të përfolun, të arrestuam në përburqe dhe për hajnina maramente. Dhe atëherë nuk e kemi forcën ne t'i thomi qytetarët mos para kalot, mos e parkot dysh. Ku çfarë forcët mund kemi morale dhe këtë e thëmë gjithmonë, nëse një hajn vjen me mlyp llogari, unë edhe nëse jam gabim nuk i përgjigjum, sepse hajni nuk ka drejt me mlyp llogarimu. Okej, mirë. Kjo është ana më njerëzore. Dakord. Faleminderit. Të përshëndes për telefonatën, vjojmë me një tjetër opinion. Mirë mëngjesi, kemi bisedë me zë dhe me figurë. Mirë mëngjes, përshëndes, mirë se vjen në program. Të përshëndes edhe unë të uroj ditë të mbarë. Gjithashtu ju gjë me knajsi. Për sa i përket kodit penal, jam dakord, por ka disa gjëra që nuk shkojnë. Për shembull, parkimi dy fisht, unë për mendimin tim qeveria duhet përfshin të disa gjëra kryesore në kodin penal. Shiko, zotri, siç është korrupsioni i tmerrshëm. Zotri, ndjes, po të kuptojmë diçka. Kodin penal ne kemi diku që nga 94. Janë bërë ndryshime të tjerë, siç janë dhe këto ndryshime të fundit që miratuan. Njëkohësisht ose paralelisht është një draft për një kod të ri penal tërësisht, që ka shkaktuar dhe debate. Ai është ende në konsultim publik. Nëse ai do të miratohet, do të merremi edhe me atë pastaj, po ne momentalisht po merrem me këto ndryshime që u bën. Ndjes nuk ju ndërpreva, e dash si informacion. Më thuaj. Me lart flas. Qeveria duhet përfshin. Po. Duhet përfshinte në kodin penal korrupsionin e tmerrshëm që është në administratën e shtetit. Për shembull, në Bashkinë e Tiranës është një korrupsion i tmerrshëm që nuk llogaritet, të ndërtosh një shtëpi të thjeshtë, të kërkojnë deri në 17.000 euro. Kjo është të tmerrshme. Këtu duhet përfshihen. Duhet të dënoheshin këto dolloverexhin. E këto bandit që nuk di si ta shpjegoj. Po? Ja, këto kisha shqetësimin kryesor. Këto duhet, administrata e shtetit është jashtëzakonisht e korruptuar. Në qartë. Mirë, të falenderoj. Faleminderit, të uroj një punë, një ditë të mbarë, kalofsh mirë. Ditë të mbarë, vi uroj edhe unë, ju përshëndes, ky ishte shqetësimi i zotërisë, ndoshta në fakt mund të kishte edhe rast konkret, përderisa përmendi edhe një shifër. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Alo. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje. Ju dëgjoj me vëmendje dhe me kënaqësi, më thuaj, mendimi juaj. Dëgjoj. Po. Për temën e ditë, si thot, të lutem, largohu pak nga telefoni, të lutem, nëse, okej, aty jemi shumë në rregull. Jemi në rregull. Më thuaj për temën e ditës, po. Për temën e ditë, si thot, një vit burg për parkime për gjëja, unë e quaj gabim atë. Ka njeriu hadhe, kur tha një para sa të foli domon për një paketë për një gjë. Jo, të lutem se e zhvendosë fare telefonin. E zhvendosë fare telefonin. Okej, ja këtu po mos e lëviz më. Po. Kurse korrupsioni ka mrit majat. Ai pse dënon Benito Ballukun domosdoshmë si ka 10 tonelat dhe 10. Po do dënoja njerëzit që parkojnë makinën. A kupton? Ju kuptoj dhe po ju dëgjoj, patjetër. Vione. Njo. Po. Kurse kryeministri shqiptar shkoj gjegjen në Divjaka, gjegjen Lushnjë ka shkoj me farmert. U ngrit njëri kërkej me fjalë për punën
Edhe kritikoj, thotë ullu, thotë aj. A ka torba i kriministër, pun kuj, ata frenerë që ishin aty, pse nuk e nxarën për dythë për jashtë atë kriministër? Ja, me këtë fjallore, e përdore dhe këtë fjallë? Ndigjo. Po. Prandaj, kriministri të më onë, kur shkoj e gjithë, dhe të ndjoje qysh halë ka njerëzit. Jo, mi dhja që... Ju kuptoj den sepse edhe një fermer... Edhe një fermer këtë i tha, që ri këtu nga dëgjoj, tha se ndoshta ty t'informojnë edhe gabim. Se një kryeministër apo një drejtues i ndërmarrje shumë të madhe, po i quajmë shtetin në këtë rast, edhe gjithë shka nuk është e di, nuk është e kontrolon do të vetët i retjerë, se vetëm të bëhet, kështu që ju kuptoj atë që do në të thone. Ndëgjo. Po. A ka mundësi të të bëni një personale? Më thuaj, po s'po gjosh fort mirë, më thuaj. Jam një ish minatar, ku më punu minjere në Buqizë, ku më dalë në vitin 91. Po. E ne, ku më dalë 3 vjetë para kohje, ku më dalë 91-shin, e kurse e kompletu në majtë 94-ës. Edhe nuk më dhonë kjo shpëblimi. E kuptoj, po nuk di të ta them eksakt sa pension merni, sa para merni. Më shumë se 400.000 lekë vjetra, po? Unë marri ke 900, ashtu 394.000. 394.000. Të paktën një... Ka dhe shtesat tjera, apo jo, ka që merë në total? Pa një ku shtesën minatarit, 326.000 lekë. Okej, po. Mirë deri, nëse mund të kjo kategoria parë me 18.000 lekë që në vjetër në një farë mënyrë duhet të trajtoheshin dhe të paktën duhet kësha marrë një 6.000 lekë të vjetra që të shkonin 400. Nuk duhet ta merje, do më thënë, kanë vendosur një tavan për 400.000 lekësh për çdo pension, nuk mund merje do 18.000 nëse futesh te kjo kategoria e përfituesve. Por të pak një 6.000 lekë vjetra duhet t'i merje. Nëse quhet tek pensionet e minatorëve që aty në mos gaboj janë, apo dhe tek pensionet e plota. Kjo duhet vërtetuar. Nëse jenë në kategori tjetër, ke kaluar tavanet. Po të kuptoj shumë qartë, po nuk di ta them unë do të eksakt këtë. Duhet një ekspert i mirë fill. Do të kemi zotin Hoxha, edhe gjatë javës që vjen, me kënaqësi të madhe, kështu që e pyesim. Bëja pyetja. Patjetër. Faleminderit, të përshëndes. Të përshëndes për telefonatën, kënaqësi që dëgjuam edhe ju uroj një fundjavë të mbarë. Mirë, në këto momente sot kemi pak kohë për hyrje vërtetës, sepse pak ngushtë me kohën gjatë ditëve të javës me program, me rubrikat që ne kemi, dhe do të rikthejmë në vëmendje ty rësor gazetat për sot, edhe me shtypin e shkruar, edhe me gjitha jemi ditë shtunë. Në fakt, unë gjithmonë e kam thënë, sepse jo të gjithë, edhe mbi të gjithat shtunën, zgjon orën 7, 7:30, nga ata që zgjon pak më vonë, ne ka numër pas hyrjes shtëpit. Unë do të bëjmë me dije në këto momente. Numri i kësaj shtunë për datën 30 janar të vitit 2026, por shkurtimisht me disa zhvillime kryesore, jo gjithçka që pastirohet në faqen e parë. Vijoj me gjithmonë për efekt kohë. Vijoj me gazetën Panorama dhe ky artikulli është ky që kemi në këto momente. Kushtoi 450 milion euro vepra pa kolaudim. Ballukut i Çajit edhe tuneli Murizit. Rruga e Arbrit. Tuneli Murizit, vepra kryesore e rrugës së Arbrit dhe një nga projektet më të reklamuara infrastrukturore të qeverisë, është inauguruar me muzikë, por pa përfunduar një nga procedurat më thelbësore ligjore, që është kolaudimi. Kërkesa SPAK-u refuzon monitorimin nga Komisioni Xhafaj, bien ndesh me pavarësinë kushtetuese. Inspektimet e deputetëve, Bardhi deklaron sulm ndaj drejtësisë dhe SPAK. Vijoj me diskutimet reforma e pensioneve në Këshillin e Punës. Është edhe suplementi Panorama Plus, me zhvillimin nga bota e showbizit shqiptar. Elhajda Dani jep fund lidhjes me balerinin, arsyeja tradhëtia divorci i Nedës dhe Ogrenit për një të tretë, personazh Arbana Osmani nis përgatitjet në krye të ferma VIP. Nga Panorama kalojmë në tema e thekstojmë me disa prej zhvillimeve do t'jemi, jo me gjithë shka pasqyrohet në faqen e parë, dhe mbi gjitha u bëjmë dije që çdo ditë në çdo moment para me njëherë shtypin e ditës e keni dhe në faqen zyrtare të Report Televizion në YouTube. Kështu që
edhe nëse humbisni në orët e parë të mëngjesit për një arsye apo për një tjetër, nëpërmjet telefonit, pra një smartphone, në çdo moment ditës mund të njihni me pasqyrën e shtypit. Zhvillimi kryesor i gazetës Tema për këtë të shtunë për datën 30 janar vitit 2026 është ky. Alibia e humbjes. Pse PD-ja nuk tregon si e do ndarjen territoriale, edhe këtu ka një diskutim, madje është ngritur një komision për të bërë një reformë territoriale. Pezullimit e kërkesa për arrestimin e Ballukut, ministri i drejtësisë deklaron GKK-ja i tejkaloi kompetencat. Në pjesën e sipërme mund të lexoni Balluku rekurs në gjykatë të shpallen nul provat e nxjerra nga celulari i berberit. Antena brenda familjes doktori i kërkon Mulit që të tërheqë ankesat për Albanën. Nga Tema kalojmë në Dita. Shohim zhvillim kryesor edhe në këtë të përditshme, mega skem kriminale naftajon parat e tyre. Marrim edhe të tjera detaje për ta kuptuar eksaktësisht skandali bankar. Zbulohet llogaria e fshet bankare në Austri, si u zhvendosën parat jashtë vendit. Nëse nuk zbardhet as këtë herë, nëse nuk i shko deri në fund, nëse nga ky psim i rënd nuk vendosen rregullat qarta mbi të ardhurat nga pasuritë kombëtare, atëherë problemi nuk do të mbetet vetëm i së shkuarës. Vijoj me operacionet e zemrës, çmimet e jashtëzakonshme dhe treku privat brutal brenda QSU-s. Deklarata çfarë tha për Ballukun raportuesi i Parlamentit Evropian për Shqipërinë. Vijoj me tjetër skandal pikpyetje mbi sigurinë edhe në tunelin e Murrizit në rrugën e Arbrit, debati kryeministrit në Divjak, kur e Majta flet si treg i lirë përballë fermerit që thjesht kërkon të mos e lënë vetëm. Alibia e integrimit dhe pyetja retorike. Nga Dita do të kalojmë me gazetën Telegraf. Në këto momente, Brukseli deklaron apo bën me dije nëpërmjet zyrtarëve opozita të heqdor nga Molotovët PS të ulet në tryez dhe të mbështes pa kushte SPAK-un, pra strukturën e posaçme antikorrupsion. Paralajmërimi, raportuesi i Parlamentit Evropian, Schieder, tha se Shqipëria duhet të fuqizojë luftën kundër korrupsionit, duke theksuar se Brukseli mbështet punën e SPAK dhe kërkon që PS dhe institucionet e tjera ta mbështesin atë pa kushte. Prangosja e drejtësisë, KLG-ja ping-pong me përgjegjësitë nuk pranon nisjen e verifikimit për gjyqtaren Irena Gjoka. Zhvendosemi me ekskluzive drejtori i CIA-s, Çekani i heshtur i presidentit amerikan Donald Trump. Speciale nga SBA me Beqir Sinën. Drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, ka rigjallëruar agjencinë e spionazhit në vitin e ardhur të rikthimit të presidentit Trump, edhe zbulohet fakt një vizitë e tij në Venezuelë pas të rënies së regjimit Maduros. Opinionet e komentet e ditës, profesor doktor Krista Qkume shkruan veprimi qytetar për demokraci funksionale, nga avokati Artan Manushaqi mund të lexoni gjyqe pa dëshmitar sot në Shqipëri janë vetëm 2. Vijoj me Panorama Sport, gjatë kësaj të shtunë ne pam në fakt edhe gazetat javore, letrare dhe kulturore apo dhe Kushtrim Breza, që i keni në YouTube. Momentalisht për efekt kohë vijoj me Panorama Sport. Provokon Kërnaja, Elbasani jo rangu ynë. Në prag të ndeshjes mes kuqve dhe verdhe bluve, thumbon trajneri Gvozdenovic, që është trajneri Elbasanit, deklaron Partizani fort, por ne luajmë përfitore. Kategoria superiore java 22 janë këto ndeshje sot dhe nesër. Sot luajnë Vora Flamurtari, Partizani Elbasani, Dinamo Bylis, nesër Teuta Vllaznia e Gnatja Tirana. Vijoj me sfushori, Aslani pushton Stambollin, një Kristian për Beshiktashin. Lojtari kombëtar zgjedh skuadrën turke që të ketë vendin e garantuar në sfidat e Marsit, borxh me të drejtë blerje për shqiptarin. Analiza nga Besnik Dizdari, 60.000 shikues tek Schalke 04 në vetëm një ndeshje, 18.000 në 15 ndeshje të kategorisë superiore. Zhvillimi nga futbolli europian me shortin e fazës play-off në Champions League. Reali ritakon Benficën, derbi për PSG-n që do të luajë me Monaco. Interi peshkon Bodo Glimti në play-offin e Champions League, zonja e vjetër në ferrin turk, pra luhet Galatasaray Juventus. Ishte gjithçka dhe në Panorama Sport, nga të zhvillimit kryesor që ne rikthyem në vëmendje. Kalojmë në këto momente me median online. Do të jemi me Shqiptarja.com, që është faqja zyrtare në internet, dhe më pas do të jedhim një sy edhe shtypit të ditës si sot
33 vite më parë, por jemi me Shqiptarja.com dhe me kryartikullin zhvillimin kryesor që vjen nga kolegja Joana Preja. Fotoja është ilustruese. Tirana nuk e zhdorë nga kafja, pavarësisht çmimeve. Shtrenjtimi i produktit, një tendencë e diktuar nga importi. Çmimi i kafes regjistroi një rritje progresive gjatë vitit 2025 si pasojë e shtrenjtimit të tregjes ndërkombëtare. Por dashuria e shqiptarëve për të ulur në bare me filxhan në dorë nuk është zbehur. Konsumi i lartë i kafes në vend reflektohet edhe nga importet. Gjatë vitit kaluar ato ishin importet e kafes në vitin 2025 pra 7.5% më të larta krahasuar me 2024. Zhvendosemi me editorialin e ditës nga Carlo Bolino. Ndryshimet në kod nuk i shpëtojnë shpifësit profesionist nga gjyqet penale. Dosja e Epstein, sekretet e parë, sëmundja Bill Gates pas marrëdhënieve intime me vajza ruse, publikohen 3 milion faqe apo dokumente të reja. KLG-ja nuk pranon dosjen e Irena Gjokës, nuk në takon neve, ende pa vendim kush vendos për gjyqtaren e GKK-s propozimi të kaloj në ILD. Dhe në këto momente, pas Shqiptare.com, por gjithmonë juftoj, në fakt, Shqiptare.com, faqton zyrtare në internet, vizitonin çdo moment, sepse informonin mbi gjithçka, gjeni zhvillimet minut pas minutë, të shoqëruara foto, video dhe gjithçka tjetër, lajmi minutës fundit. Çojmë këto momente, shumë shkurtimisht, çfarë shkruaj në shtypin e ditës si sot, 33 vite më parë. Njëra me 31 janarin e vitit 1993, nga arkiva jonë kemi vetëm Zërin e Popullit. Në fakt, organin e Partisë Socialiste të Shqipërisë ka rastisur ditë e diel 30 janari vitit 1993. Zhvillimi kryesor është ky. Ministri Kopliku nuk pranon të japi intervistë rreth grabitjes kriminale të Bankës Kushtimeve. Hajdutët u treguan më të shkafët se kolonel Stafa ishte oficer kufiri specializuar para disa kohësh në Kanada. Qiqikovi në Shqipëri, një tjetër zhvillim, presidenti në kërkim të pozicionit të presidentit. Tiranë grabiten shofer bulgar në forumin e intelektualëve të pavarur. Mungon Recep Qosja, Pjetër Arbnori vjen me vones, vijojmë me premtimet e PD dhe realiteti. Në këtë periudhë ka qenë Partia Demokratike në pushtet. Pa buxhet të pushtetit lokal nuk mund të realizohet çbllokimi i tij. Premtimet e PD-s, premtimet e qeverisë së PD-s, realizimi i premtimeve të dhëna në vazhdim të premtimeve, kush është realiteti, kush mban përgjegjësi. Këto janë disa rubrika në këtë material. Dhe dialogu në familje, peshkun e han amerikanët. Okej, një lloj rubrike ndoshta edhe pak satirike. Këto ishin zhvillimet në Zërin e Popullit të 33 viteve më parë. Këtë gazetë kishim sot në arkivën tonë dhe kjo ishte rubrika na ishte njëherë. E në studio, me njerë vjojmë komunikimin së bashku duke parë dhe temën e ditës dhe duke diskutuar disa ndryshime në kodin penal tek ato që mund të cilësohen edhe çështje kryesore. Mirëmëngjes, përshëndetje, diskutimin patjetër që mund ta bëjmë edhe shumë më gjerësisht. Urdhëroni. Si do të themi diçka. Po. Si ka kaq kohë që janë bllokuar këto skuterat. Nuk ka dalë një kaq e vështirë se dalë një rregull për të vënë në funksionim. E ke fjalën për këto monopatinat? Po, monopatinat, skuterat. Tashi ajo është shumë e thjeshtë. Mbi 18 vit, me kapabër e kokë, me një lej drejtimi dhe kaq se dhe punë. Pra zotri, ju jeni që të rikthehet lëvizja me monopatin, por ju thoni pse është vonuar rregullimi i situatës apo i ligjit, i atyre që duhet zbatoj dikush që përdor monopatinën. Këto po më thoni, që pse po vonohet? Të nxjerrë një rregull që një udhëzuese. Tashi, ata i ndaluan në dyqan shiten. Se si i bëhet kjo punë. Ne kuptoj. Diçka tjetër? Në Tiranë, ju e një vetë si, edhe e dini, si është qarkullimi, si është në fluksin me automjetet. Shumë. Është një trafik shumë i ngarkuar. Po. Me një nga të, asgjë po bëhet,
ti tash me nxjerr mua parkimin dysh. Parkimi dy, po do bëhet edhe se s'ka ku parkon njeriu. Bëjo si shtet. Bëj parkimin të nënveshme. Edhe vend parkon njeriu, parkia aty ku duhet. Pse tash rrugët janë të ngushta. Ke diçka tjetër, ju kuptova për këtë situatën me monopatinat, ju kuptova. Keni diçka tjetër? Edhe me parkimin dysh. Të bëhen parkimin të nënveshme. Edhe vendet me pagese të vendet të parkojnë aty. Ju kuptoj. Tash ju ku të parkojnë? Të parkojnë këtu në banga dhe të vetën në një direktori për të mbaruar një punë. Ju kuptoj, e drejtë është, situata në Tiranë edhe atillë është. Qiko, bëj kushtet, pastaj vi ligjet. Pastaj vi ligjet. Të kuptoj, të falenderoj për telefonatën. Kushte pa gjë, ti thoj, mos e parko dysh dhe ja ku e ke. Ju kuptova, mirë, ju lutem. Të falenderoj të përshëndes për telefonatën, nuk e kuptoj sot këtë manin le temi dhe për të zgjedhur pak. Ju kuptova, edhe dhe që ndjekin ju kuptuan dhe zotëria, dy gjëra duhet i përmend në fakt, se nuk duhet që dhe unë të hako, janë ndaluar monopatinat, paktën për shtetin e paktën zyrtarisht e tjerë, në teren ndoshta edhe lëvizin, shumë nuk kam parë, por ndoshta lëvizin, dhe do tha që ndalohet përdorimi i monopatinave si një lloj mjeti transporti derisa të përcaktohen se rregullat qarta që si duhet përdoren, nuk di të regjistrohen me skafandra, me kokore, etj. Zotëria thotë që, akoma nuk e kanë bërë se kanë kaluar disa muaj, thotë pse se bëjnë? Sepse zotëria thotë që trafiku në Tiranë është i tmerrshëm dhe monopatinat, nëse përdoren mirë, shërbejnë për transportin e udhëtarëve, mund të jetë personal, më shumë në fakt, ose individual, se dy persona në një monopatin bëhet e rrezikshme. Mirëmëngjes, përshëndetje, jesim me tjetër opinion, urdhëroni. Mirëmëngjes, jeni Andrea, mirë. Mirë, në përgjithësi mirë, ju përshëndes edhe një herë dhe ju dëgjoj me vëmendje, më thuaj. Unë jam Artan Daragjini, kam qenë 2 vjet me Çoran po Gradec. Po? Nga aty pasaj kam ikë për një jetë më të mirë për në Durrës me Çora, kam ndenjë 7 vjet me Çoran në Durrës. Tani jam kthyer prap nga Durrësi, jam kthyer prap këtu, ju kam rënë prap prindërve më qafë. Po? Jam i pa shtëpi, jam i pas 3. Kjo dhoma që është këtu, nuk e kam mund, këte e kam prindrit e mi. Zotri, po? Çfarë kërkoni? Ku i ka banesat sociale Edi Rama për njerëzit që janë të pas 3? Për çfarë thot ai ka banesa sociale? Vetëm Bashkim po Gradec thot s'ka banesa sociale bashkia. Ku të vete unë? Jam vete i 6. Se unë kam disa pyetje. Ju jeni familjar, keni krijuar familjen tuaj? Po normal. Bashkëshorten dhe 4 fëmijë, si i bje? Po, dhe 4 fëmijë. Dhe 4 fëmijë. Dhe jeni rikthyer në një fshat po Gradecit. Keni jetuar në Durrës, jeni rikthyer në një fshat po Gradecit. Momentalisht ku jetoni? Këtu jetoj në fshat në po Gradec, u kam rënë prindërve më qafë, jam i pas 3, pa shtëpi fare. Okej, të kuptoj. Tani, keni vetëm një dhomë aty gjithë së bashku tek shtëpia e prindërve apo si? Pra familja juaj? Ajo dhomë nuk është e ime, ata e kam prindërit. Unë jam i pa shtëpi fare. Si po jetoni tani pra? Të kuptoj zyrtarisht në letra që nuk e, po ku po jetoni tani? Me të keq po jetojmë. Në marrëdhënie pune, jeni ju bashkëshortja? Jo, i pa punja. As bashkëshortja? Jo, fare. Lësën fëmijët i kam 2 veqër, unë i kam në spital, i kam çuar në spital, se janë usmurën aty. Ju kuptoj. Po nuk e keni mundësin për një punë, për të paguar një qera, aty në fshat, merrni një banesë pak, nuk di, në punën, në bujësia, etj. Nuk ka. Vajta në takova njërë për atyre të psikologes të jo psikologe, kjo e këtyre qendra sociale të fëmijëve. Më tha mua, tha, bashkia këtu, tha, po Gradec, tha, s'ka, tha, shtëpi banesa sociale, tha. Edhe banes t'japi bashkia s'ka, tha. Këtu, tha, fondi dën 70.000 lekë është 10 vjetra, tha. Ju kuptoj.
Jo, ka çdo bashki, çdo pushtet vendor ka mekanizmat e tjerë. Okej, mirë, të pyesin nga kush e kërkonin ndihmën, nuk di, nga institucionet shtetërore, bestoj. Sparjes. Po institucionet shtetërore se ku të vetëm manë? Kam dalë të jeta a shef në Durrës, asnjë së më ndihmoi për i dhomë, të mendojmë për Kalamajn. E kuptoj. Mirë, zotëri, unë shpresoj shumë të na kenë... Të kisha një dhomë të kem time në mosim me shëra. Po ku do një tjetër? Unë ika për një jetë më të mirë në Durrës, ala po më zihesh jeta erdha ju kam rënë prindërve më qafë. Kam edhe ujë, drita, qëram pa e paguar ati zotit shtëpisë. Një më të kuptoj. Tani... Zdal do të Durrës se s'kam lek të jap lek të qëras, a i morin telefon dhe shparë, më tha mua... Po jo, ka që vështirë është për punë, se ne tani po mundohemi të marrim, nuk duhet të dalë, e kupton, nuk duhet të dalë tek disa gjëra. Ne po marrim punëtor nga India, Indonezia. Edhe mund të jetë vështirë, por edhe mund të gjendet edhe një punë. Nga India, nga Tunezia, a i nuk të paguan, a i paguan vetëm 400.000 lekë, thot, a i po desha, thot, rriz, desha i këthët. Po dakor, po ti momentalisht e pa të fare. Unë nuk them që është e mirë ashtu. Të paguash atë që punon, të marrësh atë që punon e tjerë, po momentalisht e pa të fare. Tani unë këtu jam pa punë fare, unë jam i pas trenje, i pas shtëpi, kam fëmijët në rrugëve. Ju kuptoj, zotëri, ju kuptoj, por... Edhe më del, kryeministri mua, thotë unë i kam dhënë të rëndan ato. Qa ka dhënë ai, s'ka dhënë asnjë lloj gjaje. Të lutem, unë jam prind vetë, edhe kolegë në regji janë prind vetë, dhe tani duhet bësh pamundur që të gjesh një punë. Gjesh një punë, ju bashkëshortja të punoni, unë të kuptoj gjithë situatën dhe gjithë vështirësinë. Po tani mos rrit të dëgjosh thotë kryeministri, cili do qoftë ai. Edi Rama e filan Fisteku, një punë, diçka për fëmijët që të mos rrinë aty e tjerë. Urdhë? Kam nevojë për ndihmë, jam i pastrej, jam vetë i 6. Po të kuptoj, nuk e vënë diskutim këto. Nuk them që s'jen në siklet dhe s'ke situatë vështirë. Por, Zotit ka dhënë forcë fuqi, ta kesh sa më shumë atë, me një punë, avash diçka e tjerë. Unë nuk të them shteti do të bëj maksimumin, për ty dhe për gjitha familjen. Po qarë të bëj unë, qarë të bëjmë parë unë atërën? Paguaj dritat, paguaj ujat, paguaj shorana, ta nga lamajnda. Si që bëjmë të gjithë ne, zotri, këtu, në Tiranë e tjerë, duke punuar, pagon pak dritat, pak ujnë, pak qeranë. Ju kuptoj shumë qartë, unë shpresoj shumë ndihmojmë, do të shohim edhe rastin tuaj, por edhe kjo që unë them, megjithëse po të duket sikur po të kundërshtoj, apo po dalun i keqi tani, po nuk është kështu. Qofse ju ka dhënë Zoti forcë për punuar, mund punosh dhe mund bësh diçka. Dakor, të lutem, të falenderoj, dhe nuk ka rëndësi më thot ky këtë, thot ai atë, ku e ka këtë. Dakor. Të falenderoj, të përshëndes për telefonatën. Kam malë tiki unore, kam malë vetë në Durrës, takoj njerëzit e mija, i më del tjetërim në rrugë dhe të mje plek të qërasë. Po nëse s'ja ke dhënë lek të qërasë, ai do të thot ashtu, pa tjetër. Po duhet të vritesh me ta, pa. Po jo, po pse të vritesh? Po pse ri atje me qëra, kur s'kishe lek? Ose dhe punoje? Se nuk është debat mes nesh, kjo unë të kuptoj shumë mirë. Je prindi 4 fëmijëve, ti kesh me jetë. Po tani... Di qatë bëj. Okej, mirë. Faleminderit, të përshëndes. Përshëndes për telefonatën, absolutisht nuk e vë fare në diskutim, sepse jam prind vetë dhe nuk diskutohet, por tani edhe ajo që thoshte zotëria, gjithë situata, diçka kërcet. Sepse jam i bindur më qoftë një punë më të thjeshtën, më të voglën, me 2 lek, po mund ta bëjë. Jo të thuash, ky më thot kështu, ai më thot kështu, ai më kërkon lek të qeras. Etjere. Jo çdo gjë pritet nga shteti, edhe punën nuk ta garanton shteti, ka sektor privat, ka gjëra. Ishte koha tjetër ajo, unë kuptoj shumë mirë, edhe me 4 fëmijë në një vend vogël, s'ka thirrje, me smundje etjere, lërën pas arsimim, që nuk e vë fare në diskutim këtë gjë. Por edhe çdo zotëria çfarë të bëj unë, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Të lutem, ule pak zërin e televizorit, ju lutem. Komunikojnë edhe nëpërmjet telefonit, ju lutem. Jo, këtu më ike fare. Mbaj pak mirë telefonin. Ose tavanin po shikoj. Mirë mëngjesi, ulin i zërin e televizorit edhe... Nuk ika, po pika televizorin. Përshëndetje. Përshëndetje. Mbaj pak në më mirë telefonin, largojni pak. Largojni pak fare. Okej, diku këtu besoj. Pak
Si të ta them majtas apo djathtas nuk... Okej, këtu jemi në rregull. Më thuaj zonjë, mirëmëngjesje. Unë jam një pensioniste, kam dalë në pension në vitin 2024. Tani afër I bie, po? 24 vjet kam punu. Masanaj aksidentova në punë, Po? Edhe kam përfitu pension invaliditetit deri kur dola vjet në shtator. Unë të ashtin nuk e di as vetë, po desha një përgjigje nga ju. Unë nuk futëm besoj ka ato invalidët që s'kan punu as njëherë, unë jam invalid e punë, kam marrë statusin e invalidit punës. Me aq sa unë mund ju shpjegoj, sepse ky është një rast, domethënë nga keni punuar dhe më pas invalid punë e tjerë, këtë eksperti, zoti Kujtim, zoti Hoxha, ne mund të shpjegojmë më mirë që do kemi besoj javën që vjen. Por sa pension keni marrë muajin e fundit, në dhjetor 2025, dhe përfitove apo jo ndonjë kompensim në janar që të mundem dhe unë të parafroj diçka? Por eksaktësisht eksperti e di atë. Po, më thuaj. Andi, mua ma sollën atë letrën e pensionit se ma sjellin pension në shtëpi, e ne kisha përfitu atë shumën 6.000 lek. Po. Sa pension keni marrë në... Une kam marrë pension 303.000 lek në dhjetor. Dhe e kishe përfituar shtesën për 6.000 lekve? Atë shtesën ma kanë sjellë në letër, kurse ke shuma lekve më kanë shtu vetëm 2.000 lek. Kaçën nuk ma kanë shtu. Po tani shiko, me ndoshta dhe ju vetë po e thoni, dhe thoni që dhe 6.000 lekshin, klasifikoni te kategoria e pensioneve të invaliditetit, që shtesa duhet të 6.000 lek të vjetra. Mirë po është dhe tavanin prej 300.000 lek është vjetra. Ju thoni që ka marrë 303 në dhjetor, dhe nëse me garanci klasifikoheni tek pensioni invaliditetit, me 303.000 lek nuk duhet merrni, sepse kaloni këtë tavanin. Më kuptoni, ju thoni më sollën 6, po më dhanë vetëm 2, prap nuk del llogaria. Janë bërë edhe gabime, se është hera e parë që bëhet diçka e tillë, edhe sa po e lëviz atë telefonin më morë mend. Na zuri autobusi. Më dridhe dora, më falë, më dridhe dora. Jemi, tani s'po të shoh fare. Më dëgjove zonjë? Po më Andi, po, une nuk jam, nuk duhet futem ke kategoria pensionve të invaliditetit që s'kam futesh? Ju kuptova, ku mendon se mund të futesh? Po unë kam vjetërsi punet plot, unë kam vjetërsi punet 23 vjet. Atëre mendon se mund të futesh, unë nuk di të ta them këtë eksakt, eksperti do na thot, po unë të thash, është në varësi dhe të pensionit. Atëre, ju mendoni se mund të përfitoni këtë 18.000 lekshin e vjetër? Mendoni se mund të quhet urbani plot? Po ndërkohë që thoni e kanë kaluar... Atë mendoja. Po a merrni momentalisht pension invaliditeti? Nuk di, duhet një ekspert për ta sqaruar, sinqerisht. Faleminderit se të mora shumë kohë, po unë kur dola në pension ato më pyetën, a dush pension në pleqërisë apo dush pension invaliditeti? Thash jo, nuk kam nerva me bo letra prap, unë do mbaj këtë pension që kam. Okej, të lutem, ndoshta të mërkurën, besoj mund ta kemi sërish zotin Hoxha dhe të na telefonosh. Se janë disa detaje që unë nuk... Nuk të kap, se për zotin kam luftu shumë kohë. Po e di, ke të drejtë. Mirë, do ta shoh edhe unë këtë... Se këto Andi kanë bo gabime, se unë shkova ke Albania hapa atë paqe. Të lutem se na more mend me telefonin. Faleminderit. Faleminderit të përshëndes. Jo, zonja ka të drejtë, por për hir të vërtetës janë shumë të dhëna që duhen dhënë, edhe kur është zoti Hoxha, dhe ky është një rast që vetëm zoti Hoxha gjatë javës që vjen do ta diskutojmë atë. Marrim tjetër opinion, po shumë shkurtimisht ju lutem 1 minutë kohë na mbeti. Mirëmëngjesi. Është edhe muaj parë ky janari. Të përshëndes, të lutem në 1 minutë ju dëgjoj me kënaqësi. Përshëndetje. Në 1 minutë ja shumë shkurtër, 1 minutë më mjafton, me sa duket ky kryeministri jon kënaqet kur bën këto dënimet për parkime dyshe e budallaqe tjera, po harron ose nuk do që të dënoj ata që vjedhin. Ministrat ai do t'i mbaj me çdo kush në qeveri, nuk I heq imunitetin ballukut, edhe
familë do ishte si kur t'ishte vetë Balluku, po aty janë bërë, të gjithë si Balluku janë bërë, të gjithë. Kush, biles janë bërë në garë, jo kush do vjedhi, po kush do vjedhi më shumë. Tani qartë se me unë andi me që nuk ka kohë, në qofë se të kujtohet ky para 1-2-3 vjetës, do dënohet edhe ai që përshtynë tokë, tha ky. Nuk kanë të varuar të dalë ligjet e këtjere, po mirë neve që na ka ranë pjesë ky. Edhe këtë vetë Perëndia mund ta heqë që këtej, neve po kemi tani të bëjmë. Mirë, faleminderit. Të përshëndes. Përshëndes për telefonatën, përshëndes edhe njerë falenderoj gjithë ata që në ndoqën, gjithë ata që bën pjesë e programit, edhe gjithë shqiptarët kudo ku janë absolutisht një fundjavë të mbarë. Mbritëm fund programit Shtypi i ditës dhe ju për mëngjesin e kësaj të shtunë.